Imam Ahmedi tregon një rast edhe më interesant se kjo. Po duke nejtë në burg, atë s'ka pas qelia ndamën vetmi, thot mu afru një hajdut. E kështë mshirë shteti për hajni. Tha o hoq. Tha këshire, tha unë për hajni, tha po bëj sabër. E tha ti për hak, tha mos gabo me shupej. Tha subhanallah, hajni, më dha këshill të fort si këshilla e ulemave. Edhe kështu është muslimani i mençur, si Imam Ahmedi rahim, bikej dhe merr këshillën. Sa ai hajni është i mençur, ai pse është hajn, është i mençur, edhe di çka është e vërtetë dhe çka është e kota. Edhe kur e shef Imam Ahmedin e kupton sa është saati. Edhe i thot, o hoq, unë po i bëj sabër dajakut për hajni, edhe menoj apet kur dal me vazhdu që atë rrugë. E ti për fe, mos gabo me shupe. Se fundit, i ka thonë këtë laf, goditja e parë dhem, pas të tjerat janë njësoj. Kështu i ka thonë, goditja e parë dhem, e pas të tjerat janë njësoj. Se qështu është? Mësohet likura pastaj. E kjo është Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, i cili, do më thonë, është imam, si ka thonë Imam Dhahabiu rahimullahu ta'ala, e ndihmoj Allahu këtë fe me Ebu Bekrin kohën e riddes dhe me Imam Ahmedin kohën e mihnes. Në kohën kur dullën ata beduin për feje, Ebu Bekri ishte i vendost, mës me lonë ata me lujtë bisht, edhe në kohën e sprovës Imam Ahmedi qëndroj, edhe mbeti akidi e sunetit dominante për hapën botë.